Ne pra kemi mundësinë më të madhe që kur Perëndia na thret në këto kohë ku ndodhemi tani në këto momente, është e nevojshme që ne të përgjigjemi. Nëse në momente të jetës tonë, gjithsecilit prej nesh është thirrur nga Perëndia, ne sot pikërisht në thirrja jon dihet që në momenti thirrja e parë është që neve të pranojmë Krishtin. Thirrja e dytë është t'i bindemi Krishtit dhe të ndajmë fjalën me të tjerën. Te kjo e dyta çaloj. Edhe këtu neve nxjerrim justifikime. Mund t'jetë Perëndia thotë edhe këtë, është një shembull shumë i mirë kur Perëndia sjell Aronin në jetën e Mojsiut, sepse Aroni ishte vllai i tij, por Perëndia i sugjeron Mojsiut, shko përmes Aronit. Edhe këtë duhet bëjmë dhe ne, mase ne nuk jemi aq, le të themi, në nivelin e duhur të përgatitur për të folur Perëndis dikujt. Por ama ne mund të përdorim ata që kanë këtë lloj aftësie në një mundësi shumë e mirë për të dëgjuar shoku ynë, miku ynë, vllai ynë, të afërmit tan, njohurit tan, që të mund të dëgjojnë fjalën e Perëndis nga dikush tjetër. Mund të më kuptoni çfarë desha të them, që ne mund ta planifikojmë diçka së bashku që dikush tjetër të mund ta dëgjojë fjalën. Edhe pastaj normalisht është zgjedhjen e gjithsecilit.